Nëse, vazhdojmë. Ndërsa njerëzit po flinin, përse po flinin, vëlla motër, kur thotë rojet, profetët e tia, që duhet të kenë urdhrimet e mia, besimin tek biri tim, thot ati, duhet të buçasin, por janë bërë, thot, dhe ata janë bërë të fjedhë, janë qenë që flenë, thot, nga ana tjetër. Ndërkohë që neve duhet të thrasim popullin e tij të dalin nga paudhësia. Po e ritheksoj, fjalën që unë dëgjova dje në mëngjes, në lutjen time që dalë në mëngjes dhe ecë pranë detit. Ishte vërtet shqetësuese. Në kohën e dur do flitet. Dhe shërbëtorët e patronit të shtëpisë ju afruan atij dhe i thanë: Zot, a nuk e mbjellë fare të mirë në anën tënde? A nuk e ke vendosur ligjin tënd të përsosur që tani? A nuk erdhe ti Mesia dhe predikove ligjin farisejve? Ti ke mbolle. Kjo ishte doktrina e mirë. Sepse panë që ti nuk po i flet, nuk mëson, në këtë rast traditat e njerëzve si shta farisin të po bënin, thotë, dhe e saducejnë të thotë, ti kishe autoritet dhe nga ati. Nga ana doli kjo ergjë, vallë nga doli ergjë. Dhe aju tha atyre, Mesia po e flet. Këtë e ka bërë armiku, normal që ka verbuar mendjet e atyre që u mbasin. Përse thotë apostulli Shaul Pali në 2 Pjetri 3, kur flet Pjetri duke lartësuar vllajën e tij, Shaul Pali, thotë, vllaja apostulli Shaul Pali thotë, janë disa gjëra thotë në këtë rast që ati ka dhënë urtësinë, thotë. Por thotë disa nuk e kuptojnë, thotë kush, ata të paqëndrueshmit, të pamësuarit dhe i shtrembrojnë thotë për shkrimin, shtrembrojnë shkrimin thotë, ligjin e atit për humbjen e tyre. Vajtoi apostulli Shaul Pali për 3 vjet thotë. Vajtoi thotë me lot qava thotë, si s'po qajmë, si qavëm në fillim të takimit, për këto gjëra derdet zemra time, për gjëra që dëgjoj, për gjëra që praktikoj dhe sot e kësaj dite që akoma askush nuk është afruar një vëlla, një motër për të thënë vëlla. Kam dëgjuar prej 1 vit, 2 vjet që po predikon, 3 vjet e fundit. Pazem. Kam kuptuar që këto gjëra që kanë të drejta, pas kemi gënjyer. Çfarë do të bëj? Eshtur. As krejnë përgjigje një, për letë. Së për të qarë, së për të vajtuar, ne marrim nga ana të qeshës për çfarë të bëjmë. Dhe ai u tha atyre, këtë ka bërë armiku vëlla motër që të ka verbuar që të mos zbatosh urdhrimet e atit. E ka bërë armiku nëpërmjet mësuesve që të kanë mësuar ndryshe, një Mesia tjetër, një Mesia që anullovi ligjin, ata të kanë mësuar, ai është i rremi. Ai është Krishti i rremi që thonë vetë dhe apostulli Gjoni tha që do dalin të krishtër tjetër, thotë. Ka plot që kanë dalë. Tere shërbëtorët i thanë, a nuk duhet të shkojmë ta shkulim? Dhe këtu po flet për shkëputjen mbas mundimit të madh. Për në parë Thesalonikasve 4, që do bjerë buria e kryengjëllit Mikaeli, thotë, dhe masandaj do ndodhi shkëputja për të hyrë në qytetin e ri, në Jeruzalemin e ri, mbas shtrëngimit të atit, mbas zemërimit të tij. A do t'i shkulim, tha, por ai tha, jo, kam frikë se duke shkullur egjërën, bashkë me te do të shkulim dhe grurin, fara e mirë, gruri. E ka fjalën për besimtarët që kanë farën e mirë, kanë urdhrimet e tija, thot, nëse sjellim tani thot gjykimin mbi botën, do merret dhe ata që ecën në rrugën e tij, thot, leri thot, nuk ka ardhur akoma koha, thot. I lini të rriten bashkë, thot, deri në të korrurat, sepse engjëjt masandaj do dërgohen, thot. I lini thot të rriten bashkë, sepse prandaj thot në zbulesa 22 thot, ai që është i drejtë le të vazhdojë të praktikojë drejtsinë, ai që zbaton ligjin e atit le të vazhdojë ta praktikojë, thot. Ai që është i gënjur thot le të gënjehet, thot, se s'ka çfarë. Ai që ecën në paudhësi le të vazhdojë, thot, por nuk është rrugë e mirë, thot, ka mundësi që të dali, nëse ata kthehen, unë do t'i shëroj, nëse zemra e tyre në këtë rast hapet, është e përulur që të marrin jetën e përjetshme. Në gjithmonë zemra që beson dhe praktikon urdhrimet e tija.
Në kohën e korjes, unë do të them korsëve, e ka fjalën për engjit, mblidhni më përpara egjërën. Dhe është egjëra që do mblidhet më përpara. Ka fjalën për gjykimi, thotë. Lidheni në duaj për ta djegur, liçeni zjarrit. Por grurin futen në hambarin tim. Në këtë rast, në atë larg zemërimit të atit. Dhe këtu po flet vëlla motër që një është në fushë, dyna në fushë, një do mirret dhe tjetri do lihet. Ka shumë gjëra shqetësuese që sot besimtarët, unë lutem atit nuk arrin akoma nuk janë mësuar. Dhe nuk është faji ten, sepse kështu të kanë mësuar ata të rremit, që duhet të kenë përgjegjësinë, integritetin e shkrimit, urdhrimet e atit. Nuk flasim sot për ngjarjet e fundit që do ndodhi. Nuk flasim për 1 vjeçar, nuk flasim për ne do shkëputemi përpara. Vërtet, duke ecur në paudhësi do shkëputesh? Po, është shkëputja që ndodh në këtë rast për egjërën, që nuk ecste në urdhrimet e Allahut. Por grurin futen në ambarin tim, ashtu si mblidhjet egjëra do të digjen me zjarr dhe kështu do të ndodh në mbarimin e botës. Biri i njeriu do të dërgojë engjëjt e vet dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë në paudhësi. Dhe motër janë shqetësuese gjëra që sot besojnë besimtarët dhe praktikojnë. Ai është mashtrimi i Satanit. Prandaj unë vajtoj, prandaj them disa titu, them pastore apo titrin apo fetë e paqes. Unë nuk dua që ata të ecin akoma në paudhësi. Dua që të kemi miqësinë, të dalim prej atyre gjërave, të mësojmë në urdhrimet e Atit, të shikojmë integritetin që të jemi pa njolla duke ecur në ligjin e Tij. Të mësojmë të lëmë një trashëgimi në Sion, në Shqipëri, në urdhrimet në festat biblike të Atit. Por jam një zë që po thërret në shkretëtirën e Babilonisë. Përgatitim rrugën e mjeshtit të Zotit ton Jashua Mesias. Pastaj gjykon ai dërgon engjëjt, ai vendos dhe nxjerr në këtë rast edhe në gjitha papastërtitë dhe do t'i zbulojë të gjitha skandalet për ata që bëjnë paudhësi. Paudhësia, çfarë është vëlla motër? Paudhësia është mëkati. Mëkati është shkelja e ligjit. Prandaj fjalët kyçe duhet t'i japin kuptim kur ti lexon shkrimin. Unë e di që këto mësime ty nuk t'janë thënë, dhe mënyra se si unë flas, unë lutem Atit që ti ta kuptosh. Kur vllai thotë që shiko fjalët kyçe, çfarë do të thotë, bëj pyetje, të gjesh kuptimin e asaj fjale, sepse shkrimi interpretohet me anë të shkrimit, vargjet interpretohen me anë të vargjeve, nuk e interpretoj unë. E interpreton shkrimi, fjala paudhësi, çfarë do thotë? Paudhësia është mëkat. Okej, mëkati sipas Biblës çfarë është? Jo për kufizimin tim, jo mendimet time, jo filozofitë tona, por ta lejmë shkrimi çfarë thotë? Mëkati është shkelja e ligjit. Atëre unë për të kohë kam ecur në paudhësi, ka shkoha që të dal, të kthej në mbretin e lavdisë të vërtetin. Gjëra shumë të thjeshta. Dhe unë e di, e them dhe këtë gjë dhe kam thënë gjithmonë. Shumë prej mësimeve të mia, Satani nuk i lejon që të dëgjohen, sepse çfarë do ndodhi, e shumta që do ndodhi, do dalin në të vërtetën. Do mbillet një farë mirë. Prandaj ai nuk i lejon sepse do t'i marrë me vete. Do të vazhdojnë që të ecin në paudhësi, sepse ai e di çfarë është mëkati, Satani vetë e di çfarë është mëkati. Se di, po ecën në paudhësi bashkë dhe ai. Kel urdhrimet e Atit, mos ndoshta e dëgjon Atin, ai beson, po beson që ka një At, beson që Mesia u ringjall në ditën e tretë, ai e di atë. Beson, i di ato gjëra që fundi po vjen, ka pak kohë të shkurtër, e di atë. Po çfarë zbaton urdhrimet e Atit? Çfarë Ati ka folur, ka dekretuar nga qielli? Jo. Çfarë bëjmë neve sot? Mos jemi, prandaj thotë ndarjen nga bijtë e Elohim, thotë nga bijtë e djallit, thotë ne gjoni tejtë, është shumë shqetësuese. Ja ta shikojmë, po punoj me zemrën tënde. Unë dua të punoj me zemrën tënde. Ishte diku këtuja që kisha vendosur. Ja, një moment. Jo, nuk qenë ka këtu, qenë ka, pas ka një mësim vete. Ja ta shikojmë së bashku.
Ja, ta gjejmë, është një varg shumë i rëndësishëm në jetën tonë, që duhet merret. Nëse e shikojmë vonë, por me që më shfaq një varg tjetër, këtu të dhe. Okej. Me që këtu po ndahet konteksti. Shiko çfarë po flet Mesia që prekëm dje. E prekëm dje në Mateu 24, apo jo, ku po flisim për dashurinë, për ecjen, për paudhësinë, apo jo. A nuk tha Mesia në këtë rast që do mbledhi nga mbretëria e tij të gjitha skandalet, do t'i ekspozoj, thot, dhe ata që bëjnë paudhësi dhe do t'i hedhin ku në liçenin e zjarrit ata që bëjnë paudhësi. Ata që shkelin ligjin e Atit tim, thot, sa gjëra që Jezusi janë. Do dalin shumë profetë të remë, sepse kush i ka mbjellë këtë ergjër? Është ligu që ka mbjellë. Kanë nxjerrë profetët e remë, ligj është hequr, tëra këto teologji të zvendësuese, shkatërruese që ka ndodhur që në kohët, që në reformistët e tjerë. Duke qenë se paudhësia do të shumohet. Duke qenë se shkelja e ligjit të Atit do shumohet, shumë kujt do t'i ftohet dashuria ndaj Atit është vertikale fillimisht, vëlla motër. Ato që prekëm dje, mësimet që kam bërë janë në YouTube. Në sabatin që ndava në 4 pjesë, i bera të shkurtra disa që ti dëgjosh dhe ti shpërndash dhe të ndryshosh, vëlla motër. Për këtë është qëllimi që unë hedh dhe postimet. Është që neve të ndryshojmë, jo se vllai këshillon diçka apo mund të këshilloj personalisht apo vetë në mësimet Ati po na sjell që neve të ndryshojmë, jo ta dëgjojmë ligjin e masandaj nuk e zbatojmë. Apo jo, nuk është nevoja për like dhe në gjëra të tilla, lavdjatit, faleminderit për zemrën tënde, por dëgjoj më mirë dhe mos bëj like, se sa të bësh like dhe nuk e dëgjon. Nuk ka kuptim që të bësh një like dhe masandaj unë shikoj akoma ato që hetë njerëzit bëjnë like, thena pastaj nuk i shikojnë. Duke qenë se shkelja e ligjit do të shumohet, shumë kujt do t'i ftohet dashuria ndaj Atit, se po të kesh dashuri ndaj Atit kene ndaj të tjerëve. Por ai që do ngulmoje deri në fund, duke ecur në urdhrimet e Atit, do të shpëtohet. Marrja e kurorës finale, zbulesa 14. Të lumë ata që zbatojnë urdhrimet e Tij, të gjenë të drejtën për në pema jetës për të hyrë në portat e qytetit. Po fliste që do ekspozonte skandalet dhe të gjitha ata që do bëjnë paudhësi. Disa për skandaleve po zbulohen, shikon Sauk apo shikon frymat e fallit apo që kam ekspozuar, kam konën dhe në Amerikë, në Afrikë, i ke të tërë, më lutem Atit të shikosh. Atje do të ketë thot qari dhe kërcëllim dhëmbësh. Atëre të drejtit, kush është i drejti? Ai që zbaton ligjin e Atit, ata do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Përsëri thot mbretëria e qejve ngjan një thesari. Ta ruash urdhrimet e Atit si thesar në zemrën tënde. Një thesar të fshehur në një arë, që një njeri e ka gjetur dhe e fsheh. Për këtë më foli Mesia pak më përpara, para sa ditësh. Më tha, e ke konsideruar cili është thesari, tha? Dhe a nuk e dim që masandaj ai personi skoj për të gjetur, se i kishte humbur kush? Kishte humbur ai thesari, ajo gjaja e çmuar që kishte, dhe thirrri të tërë që ta ndihmonin që ta gjenin. Po flet për mbretërinë. Po flet që Ati mund të sjellë punëtor që të ndihmojnë. Dhe po vazhdon ta bëjnë në jetën tënde, që ti në këtë rast të hysh dhe të shkëlqesh në mbretërinë e Tij. Ngjeti në këtë rast ngjan një thesari, thotë, mbretëria e qenjve ngjan një thesari të fshehur në një arë, që njeri e ka gjetur dhe e fsheh, dhe nga gëzimi që ka i shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen atë arë.
gjëja më e çmuar që ti ke dhe unë kam, vëlla motër, e janë udhërimet e tia. Ti ruajmë si bebja e syve tanë, thot Fjalët e Urta 7:2, sepse ato do na japin hyrjen në mbretërinë e qejve. Unë e di që kanë dalë shumë teologji sot dhe shumë mësime të gabuara. Mjafton të bësh lutjen e shpëtimit, mjafton të besosh dhe do masandaj do hysh. Përse Jakobi flet që besimi pa vepra është i vdekur? Veprat e ligjit që ne duhet të praktikojmë, të tregojmë atit që unë po bëj të mirën të mundshme, po ngulmoj në ligjin tënd, duhet të mësoj urdhrimet tënde, të lutem më ndihmo që unë të jem pjesë. Ndërkohë në atë ditë një veçarin do t'i praktikojnë besimtarët në mënyrë perfekte. Trupi mishit është hequr, do marrim trupin ynor. Mishi nuk do që të zbatojmë ligjin e atit. Në atë ditë është hequr mishi, do ecim në përfaqësueshmërinë e ligjit të tij, do të jemi të përsosur. Në të gjitha rrugët tona do të shikojmë fytyrën e atit, do shikojmë birin e tij, do shikojmë engjëjt, do shikojmë patriarkët tanë, Abrahamin, apostujt, të gjithë profetët. Dhe unë jam i besimit ndoshta ati ka mëshirë, do shikojmë dhe Adamin dhe Evën, me pak fjalë. Nese, atë e lematit. Por do shikosh mrekullitë e tia në atë qytetin, vëlla motër, në qoftë se zbaton urdhrimet e tia. Akoma mbretëria e qejve, vargu 45, i ngjan një tregtari që shkon të kërkojë margaritar të bukur. Le ta shikojmë atë varg. Ne lejojmë shkrimit na flasi. Në Psalmin 119, mbreti David bën një deklarim. Po fliste për thesarin, për arin. Më lejoj një moment sa ta gjej. Një moment, vamo. Ja, okay. Është plot, Psalmi 119, lexoj një në jetën tënde. Është plot. Është mbushur me jetë, me frymën e shenjtë. Ja, një moment që po flasim për arin, për xhevairin, është një varg që ajo thot shumë haprazi për sa i përket temës që ne po flasim, kontekstit të vërtetë. Një moment, vamut. Neve themi, vëlla motë, zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe jep mendje njerëzve të thjeshtë, cilat fjalë po përmende, i urdhrimeve tënde. Kur ati na zbulon, na hap urdhrimet e tia, atëherë neve marrim urtësinë, marrim në këtë rast mendjen e mirë të atit. Sepse më përpara ishim të thjeshtë, atë që po theshim me fjalë të urta një, urtësia po vërtet në rrugë. Deri kur ato thjeshtën, do të pëlqejë si ato dilni prej saj, që masandaj unë do të derdh frymën time, dhe fryma e atit nuk fillovi në vepra 2, ishte më përpara, vëlla motë. Ja, një moment sa ta gjej, ndoshta më kalovi, por ja një sekondë. Ja ta gjej. Okay. Që ka tjetër, që ka Psalmi 19, jo 119, e gabova. Prandaj nuk më dilte këtu, thashë e kisha parë që ishte në një Psalmin me 19, jo 119. Okej, vargu 10. Nese, vazhdojmë në vargu 8, me qëra lafi, por... Okej. Ja, një moment sa ta eth në ekran. Se thot me këtë mbretëria i ngjan një tregtari që
shkon të kërkojë margaritar të bukur apo jo në Mateu 13. Tani në Psalmin 19 kemi Psalmin 19 vargu 8 dhe dije vëlla motër që këto janë aktive në jetën tënde. Psalmet janë aktive, janë qëndrojnë. Në psalmet kemi akoma profesitë që nuk janë përmbushur. Në ligjin e përtërirë akoma kemi profesi që nuk janë përmbushur. Tokën e premtuar. Ligji për 30 është po kthehen besimtarë në urdhrimet e tija. Jo sepse disa nuk kthehen në urdhrimet e tija, po edhe nuk janë nese. Porositë e Jahu janë të drejta, po flet për urdhrimet dhe gëzojnë zemrën. Urdhrimet e Jahue të Zotit në këtë rast të atit tonë janë të pastra, thot urdhrimet e tija, nuk janë të njollosura. Do të ecësh në rrugën pa njolla, ndiq ligjin urdhrimet e tija. Priçojnë në sytë, atë që prekëm pak më përpara, në hap sytë e mendjes thot. Përse në hapin sytë e mendjes? Që unë e ti të ecim në rrugë të mirë të i pëlqejmë atit. Prandaj na hapen sytë, siç në fillimisht na u hapën në një farë konteksti, në një farë kapaciteti në momentin që ne u kthyem në besim, ishim ne duke ecur në rrjedhën e kësaj bote, në gënjeshtrën e Satanit. U kthyem tani në u hapën një farë, por hapja vazhdon, është e vazhdueshme që sytë tonë ndriçohen për të ecur në rrugët e atit. Në ligjin e tija do ecësh që është dritë, sepse urdhrimet janë llambër në kemën tonë, e në këtë rast janë dritë në shtegun tonë. Dhe ato mbeten për jetë. Mbeten për jetë. Urdhrimet, porositë e tija, që është frika e Jahue, thotë që është e pastër, mbetet për jetë. Gjykimet e Jahue janë të vërteta urdhrimet e tija, të gjitha janë të drejta. Janë më të dëshirueshme se ari, po më tepër se ari i kulluar, janë më të ëmbla se mjalti nga ai që del nga hojet. Dhe shërbëtori yt mëson prej tyre dhe ka një shpërblim të madh duke i mbajtur ato. Tu përkthimi nuk është i drejtë. Nga anglishtja King James thot, dhe shërbëtori yt lajmërohet prej tyre dhe në mbajtjen e tyre ka një shpërblim të madh. Për urdhrimet, në këtë rast festa, sabat i atit, për ato po flet. Prandaj Mesia thot që kush i gjen urdhrimet e atit tim, pasandaj do gëzojë mbretërinë e qejve. Mbretëria e qejve ngjan një tregtari që shkon të kërkojë margaritar të bukur, thot. Dhe kur gjen një margaritar me vlerë, urdhrimet e tija që i konsideron më të dëshirueshme, thot, se ari, se më shumë se ari i kulluar, atëre çfarë bën, thot, ai konsideron, thot, me një vlerë më të madhe, thot. Dhe shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen. Dhe kjo është devotshmëria jonë, rruga jonë, që ti dhe unë do bëjmë çdo lloj përpjekje për të mbajtur urdhrimet e atit. Dhe se do të, në këtë rast, në familjarët tanë nuk të kuptojnë, dhe se besimtarët në asamblen tanë do të thonë fjalë masandaj dhe do të akuzojnë apo nuk do ecin me ty. Ka vëllezër dhe motra që ecin në urdhrimet e atit. Ja ku jemi, nëse ke një zemër, mund të bashkohesh. Por është më mirë të dalësh nga idhujtaria, Babilonia e denominacioneve sot në protestant apo katolik apo ortodoksi që janë sot, dhe të ecësh në urdhrimet e atit, se sa të qëndrosh atje brenda. Është më mirë të dalësh prej tyre dhe të qëndrosh vetë me vëllezërit e motrat të njëjtët mendim dhe mendje dhe ecje në urdhrimet e atit në të mirën tonë të mundshme. Që ti të hysh në mbretërinë e qejve. Ky është gjithë konteksti në jetën e njeriu. Prandaj apostulli Shaul pari thot, unë për këtë po luftoj që në atë ditë të marr kurorin e jetës, thot. Që jo sepse kam predikuar ju, thot, besimin tek Mesia dhe ligjin e atit, thot, që unë të mos kualifikohem, thot. Prandaj është devotshmëria që neve lejmë çdo gjë, lejmë çdo praktikë pagane, lejmë dhe në këtë rast veçohesh, thotë, shet gjithçka, thotë, e ka fjalën që do lesh çdo gjë tjetër që konsiderosh e mirë nga të tjerët, por vetëm urdhrimet dhe ligjit tij është i përsosur, jo njerëzit, jo mendimet, jo shkollat teologjike që kanë anulluar atë ligj. Mbretëria e qejve ngjan gjithashtu një rrjetë të hedhur në det, dhe rrjeta ka vazhdon që
Po hidhet, është në det, deti përfaqëson kombe të popullsitë nga ana profetike. Rrjeta është hedhur. Dhe që mbledh çdo lloj gjërash thot. Kur ajo është e mbushur thot, peshkatarët e nxjerrin atë në breg, ulen dhe fillojnë bëjnë seleksionimin, atë që tha pak më përpara, egjra me grurin. Dhe kur ajo është e mbushur thot, e nxjerrin në breg, ulen dhe mbledhin në koshat, që është e mirë. E hedhin në koshat, por e hedhin ata që nuk janë të mirë thot. Ligji thjesht i mirë, i drejtë, i shenjtë. Kur ke diçka të mirë, po e hoqe të mirën, çfarë do marrësh? E keqen. Kur është një diçka e veçuar, e shenjtë, po e hoqe merr të njollosurën, të korruptuarën. Një diçka në këtë rast që është e drejtë, po e hoqe atë, do marrësh të shtremburën, gënjeshtrën, të që ka ndodhur sot. Ana logjikore, po mundohen të punojnë thellë në zemrën e mendjen tënde, të shkulim ato fortesa ligësie që Satani ka mbjellë, që ti në këtë rast të marrësh jetën e përjetshme. Kushtu do të ndodhi në mbarimin e botës, do të vinë engjëjt dhe do të ndajnë të mprapshtit nga të drejtët. Do ta përcaktojmë sepse shumë herë besimtarët besojnë që unë besova tash jam i drejtë. Besimi vëlla motër të bëri ty që të hynje në beslidhjen e tija. Mbajtja sa beslidhje, kontrate që folëm në fillim, realizohet në ecjen, në respektimin e asaj kontrate. Le ta shikojmë kush janë të drejtët dhe kush janë të pabesët. Që në këtë rast të thotë të mprapshtit. Ja, le ta shikojmë së bashku dhe më së ndaj. Ja, një moment. Romakëve 2. Apostulli Shaul Pali po ju flet kishës në Romë, që ishin kryesisht prevalent ishin judejnë që besonin në Mesia. Ja, një moment. Ka plot shkrime, por unë po marrë vetëm këte, mas të ndaj kemi të tjera, por le të shikojmë kush është i drejti. Po fletë për kurorën, një të njëjtën kohë, lavdiat. Okej. Po flistin për të drejtë, apo jo? Ja, po ta hedhim pak, Mateu 13, vargu 49, që të kuptosh dhe të vesh e ti krahasimin e ekran, të interpretosh Biblën me vargjet e saja. Atëherë, që të rastë, të drejtët do futeshin në mbretërinë e tij në koshat e Atit. Kush janë të drejtët? Sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë përpara Elohim, por kush janë të drejtët? Janë ata që zbatojnë ligjin dhe ata do të shfaqsohen. Nuk janë ata të drejtë që në këtë rast e vetëm e dëgjojnë ligjin, fjalën, urdhrimet e tij, por ata që i zbatojnë, thotë, ata do të shfaqsohen në ditën e gjykimit, thotë, përfundimtare, në mbretërinë e qejve në këtë rast, që do gjykojë Mesia. Një tjetër për të përcaktuar të drejtët dhe të prapshtit të pabesët, sepse unë e di që shumë prej vargjeve nuk janë thënë, por i kemi shikuar për vite këto gjëra. I kemi shikuar për vite, kemi studiuar, kemi ndetur zgjuar natën me orë të tëra, me 3 orë, 4 orë gjumë, 2 orë gjumë ndonjëherë, vetëm që të shikonim shkrimin, dëgjonim, kërkonim mësime. Në paktën sa më përket mua, mos ndaj, çdo njeri ka ja një varg të vetëm, mos ndaj. Dhe e shikojmë pak. Folëm pak më përpara për lutjen, për ecjen, për dishipullizimin. Shikoj Psalmin 1 çfarë thotë. Kush janë? Janë 2 kategori njerëzish që shikon ti në Psalmin 1.
janë të pabesët, që nuk ecin sipas këshillës në këtë rast të Atit në ligjin e tij, sepse këta të pabesët nuk e gjejnë kënaqësinë në ligjin e tij. Prandaj Ati na thotë, i bekuar është njeriu që nuk ecën sipas këshillës të pabesëve. Kush janë të pabesët? Ata që kanë braktisur ligjin e tij. Na e thot prapë Shkrimi. Ja ku e thot në Psalmi 119, vargu 53, kene në prapën e fjalë të urta 28. Ja ku këtë pabesët, një ndinjat e madhe më pushton, thoshte Davidi, për shkak të këtyre njerëzve, kujt të pabesëve që kanë braktisur ligjin tënd. Ja kush janë të pabesët. Zërë që ti e shikon të pabesët, të paudhët, janë ata që në këtë rast kanë braktisur ose vazhdojnë ta shkelin ligjin e tij, është e njëjta gjë, se po e shkele, do thotë nuk është më tek ty. Është shumë normale. Ja ku janë të pabesët. Kurse të drejtët janë ata që gjejnë kënaqësinë në ligjin e Atit Jahue, që mendojnë, thonë, meditojnë në thellë ditë e natë në ligjin e tij. Dhe si rezultat, ata do të jenë të frutshëm 30, 60, 100 fish, thot, prapë në të njëjtin kontekst e Mateu. Thot vetë Mesia, sepse ata do të jenë si një pemë mbjellët brenda brigjeve të ujit që do japin frutin e tij në stinën e tij, dhe qëndron urdhrimet e Atit në ligjin e tij, vëlla motër, do japësh frutet në kohën tënde. Ka një ecje, ka një rafinim, ka një dishipullizim, ka një mësim që Ati punon me ty, me mua, në këtë rast në miqësinë tonë, nëse je në miqësinë time, që Ati ka vendosur. Masandaj do të mësohet rruga e drejtë, do të mësohet dashuria e vërtetë, hiri, lutja, të gjitha këto konceptet, autoriteti që vijnë si rezultat i bindjes ndaj urdhrimeve të Atit. Autoriteti nuk jepet jashtë urdhrimeve të Atit, sepse ata janë të pabesët që kanë marrë autoritet dhe vaj nga Satani, jo nga Ati. Duke medituar dhe patur kënaqësi në ligjin e Atit, do të jemi si një pemë mbjellë brenda brigjeve të ujit. Shiko, do thotë që gjithmonë ajo pemë lulëzon, ka frute. Një pemë që është mbjellën pranë brigjeve të ujit, nuk i mungon asnjë gjë. Pikërisht vëlla motër dhe ty dhe mua nuk do të mungojë asnjë gjë kur ti dhe unë meditojmë dhe mendojmë dhe praktikojmë ligjin e Atit. Urdhrimet e tij nuk janë në Psalmi 1, nuk është një deklarim buzësh, është aktiv, është një profeci që vazhdon të jetë deri në marrjen e trupit ynor. Do t'japi frutin e tij në stinën e tij, në kohën e tij. Ka një mbjellje, pastaj vjen korrja. Vazhdojmë, në këtë rast ngulmojmë në ligjin e tij, në urdhrimet e tij, të njohim karakterin e Atit, njohim Mesian, çfarë praktikovi, si na tha, lexojmë në shkrimin, miqësojmë me njëri tjetrin. Sot ku është miqësia? Miqësitë nuk janë në grupe lutjesh, vëlla motër. Miqësia nuk është sepse ti ndjek diçka online. Mesia në këtë rast na foli dhe nëpërmjet apostujve duke qëndruar së bashku, duke mos e lënë së mbledhjen tonë së bashku, thot. Vazhdo. Do japi frutën në stinën e tij, gjethet e të cilit nuk do të vishken. Shko sa e fuqishme është, vetëm vargu që shikon në ekran. Gjethet e kësaj peme nuk do t'i fishken, do thotë që ka gjithmonë gjelbërim. Gjelbërimi nga vjen? Nga një tokë e mirë, nga një ushqim i mirë, nga uji që e kishte gjithmonë vazhdimisht. Kush e jep ujin? Ati na jep ushqimin, ai na jep çdo gjë që neve në këtë rast të ulëzojmë, të kemi frutshmërinë tonë, dishipllizimin që në këtë rast na kërkohet. Ajo rafinimi, në këtë rast që na thotë jemi imitues të Atit, që të marrim karakterin e tij, të transformohemi në mendjen tonë, në mendjen e Mesias, të kishte mendjen e Atit, mos kishte mendjen e Mesias duke anulluar ligjin. Ai. Dhe gjithçka që ai do bëj do ketë mbarësi. Çfarë citovi Jakovi 1:25, Psalmi 1. Citovi 2, ligjin e përtrir 6, që është shëma, dëgjo Izrael, thotë, dëgjo dhe praktiko. Prandaj thot mos jesh dëgjues i ligjit, por beres të ngulmojmë në ligjin e përsosur dhe çdo gjë që neve do kemi në përduar tona do kemi mbarësi. Ja. Ligjin e përtrir 6 citovi Jakovi dhe Psalmin 1. Nuk kanë thënë apostujt vëlla motër diçka të re përveç se profetizimit nga fryma për diçka në këtë rast në konformitet, në harmoni në profetët e kaluar që kishin thënë.
Dhe masandaj ngjarjet që do vinë, po apostulli Paul Shauli profetizovi për ngjarjet që do vinë, trombetën në këtë rast që thane, që do shkëputemi në para Thesalonikasve e të tjerë që ai beri. Por nuk tha diçka jashtë ligjit të Atit, nuk predikuan jashtë ligjit të Atit apostullt. Kjo është një marrësi që mendojnë sot njerëzit. Dhe i kanë bërë apostullt që janë greke dhe italianë, janë bërë apostullt në këtë rast nga Afrika, nga Amerika. Ata janë apostullt e tyre. Po flasim për apostullt e Izraelit, i kanë bërë në këtë rast, i kanë marrë në shtesinë greke, italiane, amerikane, europiane, masandaj apo afrikane. Ta apostujt Mesia nuk dërgojnë, ishin hebrejnë, ishin një stil jetese, praktikuan festat të Atit, se rezultati mbajtjes të urdhrimeve të Atit erdhi fuqia e frymës së shenjtë. Në një nga festat e tij në Pentakostin, u dha vaj, bën shenjat bëj mrekullitë që ne besojmë dhe do ndodhin dhe po ndodhin, por në të vërtetit që praktikojnë urdhrimet e Atit, po jo shenja mrekulli falsot, po jo shenja mrekulli që jep dhe Satani, sepse një frymë largohet që Satani thot dil prej saj, thot, sepse dua ta mashtroj këtë person. Prandaj magji të ndodhin sot në Shqipëri, që skojnë e i çojnë lek. Po ja, këto gjëra kam në jetën time. Po sa e lej një 5.000 lekë thot. Ko se çdo gjë do jetë mirë, ndërkohë ajo vazhdon të bëjë magjinë e saj dhe thret frymën e fallit, dhe masandaj Satani heq dorën nga ai person që është i pambrojtur. Se normal janë të pabesët, janë ata që janë në botë, janë ata që nuk praktikojnë urdhrimet e Atit që vuajnë, dhe ajo frymë largohet për një moment. Masandaj ajo njëjta magjistare vazhdon të bëjë magji të kundër atij personi që vajti, sepse i dha legalitetin duke shkuar dhe dhënë vulosur kontratën me 5.000 lekë që ja dha. Dhe vazhdon sepse ai person hapi rrugën ta hyri në një kontratë dhe vulosi me lekun, dhe aku vulos dhe Satani ka të drejtën vazhdon masandaj ta infektoj. Dhe ajo magjistare, ajo plaka në filan fshat apo të tjere siç i dimë, ajo vazhdon të thrasë frymra më të këqija në jetën e atij personi. Dhe ndodhin gjëra më të këqija dhe ajo masandaj me një kurret dhe me një shkon dhe me një turret të vejnë ajo magjistarja. Pse? Sepse e di që herën e parë gjoja ndodhi gjëja dhe thot ajo do më shpëtoj prapë, sepse tani e ka më të rëndë situatën. Dhe vete, po tani thot ajo nuk është më, po kjo gjë është çik me rëndë, kjo. Po sa të duash unë të jap, këtu 50.000, 100.000 lekë, ti vendos këtu ja. Opa, u mor lekë. Dhe kështu vazhdon cikli dhe masandaj hiqen pak frymrat gjende, mbahen çik, po sa se gjë do përmirësohen, po çik janë përmirësuar, po akoma ka, po mos u shqetëso se janë 30.000 lekë prapë, se ti më shpëtove. Fryma e fallit që është sot në brenda në asamble, me duke marrë emrin e Mesias, kur anullon ligjin e Atit, ke dhe emrin e tij masandaj të larguar. Në veprat 16, në veprat e apostujve, flitet për gruan e frymës së fallit që apostulli Shaul Pali qortovi, dhe ajo sillte fitime e prorëve të saj. Ju sillte fitime, prandaj shikon magjistaret që e tërë çështja është fitimi. Prandaj shikon frymën e fallit të pentakostalëve është prosperiteti, në këtë rast ana materiale, fitimi që vihet dhe përcaktojnë në prosperitetin si ecje në rrugën në sytë e tyre. Si ecje me Atin, si devotshmëri, shikon ai ka të gjitha gjërat, ka makinë, ka shtëpi, ka 7, ka 10 shtëpi, i ka dyert me porta, me xhevaire, ka muret. Isaia 54 po flet për qytetin, nuk po flet për shtëpinë e Arketës. Po flet për qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Ai është i veshur, thot, me kristal, me gur të çmuar, që thot hapur Aziz, Bulesa 21. Shikon çfarë më thot mua këtu, Isaia 54, hati po më thot mua, unë do t'i marr këto gjëra, do t'i kem portat prej ari, gurët të çmuar. E ka fjalën për qytetin e ri, që ajo nuk e ka idenë për çfarë po flet profeti. Sa gjëra ju jeni mashtruar për atij personi. Me gjithë përuljen e dashurinë për ty që po dëgjon. Se shumë për jush në këtë rast duhet të dilni prej saj dhe shumë kanë dalë. Por masandaj rrin përpara një periudhe, për një vit, për 2 vjet, pastaj
Kemi arsye tjetër. Kur nuk zbatojmë, kur nuk gjejmë kënaqësinë e ligjin e tij, çfarë mbarësi do kesh? E di që mbarësi t'jep Satani, t'jep ka epshe, ka kënaqësi, ka prosperitetin, vendin, pozicionet më të mira. I tha vetë Mesia, i shikon të gjitha këto gjëra, thot, sa Adami më dha legalitetin, tani mund t'ja jap kujdo që unë dëshiroj, thot, ja ku i ke lavdinë e mbretërive, thot. Nëse do më përulesh mua do t'i jap. Si i përulet sot një besimtar, duke anulluar ligjin e Atit, i përulet Satanit. Në mënyra të ndryshme. Mos do të vi përpara me statuin siç e vijnë të Marias në kishën në kultin e Laçit apo në çdo gjë tjetër që shikon me ikona që i puthin. Ajo është hapurazi. Nuk do të vi gjithmonë ashtu, do të vi dhe me mendjen, me mashtrimin e mendjes, me teologji të tërreme, me doktrina të rreme. Nuk duan të zbatojnë doktrinën e shëndoshë, ligjin e tij të përsosur, që Ati tha në Fjalët e Urta 4:2, mos ma braktisni ligjin tim, se do vi gjykimi, thot. Të tillë janë të pabesët, e shikon vëlla motër, ata që braktisin ligjin e tij janë të pabesët, kurse ata që praktikojnë ligjin dhe gjejnë kënaqësinë e tij janë të drejtët, se po thotë që të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, ja ku vjen Mateu 13 prap në ekuacion. Prandaj të pabesët, ata që praktisin ligjin, sepse ja ku kemi pabesët që kanë praktisur ligjin e tij, ata nuk do të përballojnë gjykimin. As mëkatarët, ata që shkelin ligjin e tij të vazhdueshëm, në kuvendin e të drejtëve. Asambleja e vërtetë, kisha e vërtetë, që ecën në ligjin e tij të Atit dhe beson tek Mesia Jeshua. Sepse Jahwe njeh rrugët e të drejtëve. Ja, kemi dy kategori njerëzish, ata që meditojnë në ligjin e Atit, që janë të drejtët, dhe ata të pabesët, këtë raste, që nuk praktikojnë ligjin e Atit, e kanë anulluar, nuk do t'ja dinë për sabatin, për festat e tija, dhe kjo rrugë të çon në shkatërim. Zemruri pranon urdhërimet e Atit. Por fjala mani budalla, i pabesi, do të rrëzohet, mbije, çon në shkatërim. Dhe gjithashtu thot që të pabesët thot janë të tillë si byku që shpërndan, thot era, thot. Të shpërndan, si të na shpërndan Satani, ka shpërndar asamblejnë. Unë kam 3 vjet që kam filluar për lavdi të Atit, por s'vetëm fillimi për urdhrimet e tija, megjithse kemi 12 vjet mbasi u pastruam nga mëkatet e kaluara kur bëm deklarimin në pagëzimin me ujë. Thuash 15 vjet të mira në dedikim dhe kush e di, kush më nje arrin të kuptoj diçka. Disiplinin që kam, devotshmërinë për lavdi të Atit me hirin e tij çdo ditë. Nuk shikojmë televizor si shkon bota, nuk marrim pjesë në dalje, në qefet e kësaj bote. Disiplina e një besimtari duhet jetë, ajo është veçimi. Një besimtar kur nuk ka disiplinë ka rënë. Kur nuk veçohesh, kur nuk detyron të ecësh në urdhrimet e Atit, tashmë kemi rënë. Sepse Jahwe njeh rrugët e të drejtëve dhe rrugat të pabesëve çon në shkatërim. Prap, 2 koncepte të tjera, të drejtit dhe të pabesit. Në shtëpinë e të drejtit ka bollak të madh, Fjalët e Urta 15. Në shtëpinë e të drejtit, ai që ecën me Atin, Ati do t'i japi bollakun të mirën, sepse ka thënë në fjalën e tij, unë do të bekoj se rezultat i ecjes dhe bindjes ndaj urdhrimeve të mia. I drejti, Zekaria dhe Elisabet, ishin të drejtë në fytyrën e Atit, duke ecur të gjitha urdhrimet dhe ligjet e tij. Luka 1:5 deri në 6 vargje. Në shtëpinë e të drejtit ka bollak të madh, por në të ardhurat e të pabesit ka telashe. Ja ku vjen në këtë rast leku, të ardhurat, mbarësia. Përse? Sepse po shkel urdhrimet e Atit. Thot, më jep atë që më takon mua, thot Ati, 10% për shërbëtorët e mi, plus thot masandaj 10% i dytë që përcakton për të vejat, për jetimet, për ata që janë në nevojë, që është e 10-a e dytë, që lihet me njënë. Kur është një strukturë, një kishë, në këtë rast, ti e le me njënë, të ardhurat 10% që e jep atij drejtuesit,
Jo sepse ai drejtues në këtë rast vëlla motër duhet e japë se është ati ka vendosur që të mësoj fjalën thotë. Dhe masandaj ai do jeti disponueshëm për 24 orë, duke qenë në kishë dhe duke mos vajtur të punojë, prandaj jepet në kishë, sepse ati levitit që vendosi në urdhrimet në ligjin e tij, i vendosi që levitët duhet të merrnin 10% nga populli, sepse ati nuk i kishte dhënë trashëgimi, nuk i kishte dhënë tokë. Atëherë në këtë rast toka, siç e dimë dhe tani, është një trashëgimi e madhe dhe të jep për të ngrënë. Kurse ata thotë shëpëtorët e mi thotë janë në shtëpinë time për të mësuar ligjin, të mësuar fjalën time. Është e njëjta gjë tani që ka 4-5 zyrat që Mesia na dha. Lavdiate që një drejtues në urdhrimet dhe në besimet e atit, në besim të atit, në besim tek Mesia, do qëndrojë në kishë, të mos shkojë të punojë. Do hajë të paguaj gjërat e tija, të hajë dhe të pijë atë që të nevojshme dhe të paguaj gjërat e tija, i takojnë atija. Dhe ti po merr në këtë rast jetën e përjetshme si rezultat që ti po je besnik ndaj atit që të ka dhënë. Se prandaj thotë që kur jep 10% thotë që kush masandaj që llabërusi të mos të hajë në 10% tjetër. Dhe ja ku është këtu llabërusi për ata që ecin duke shkelur urdhërimet që një nga urdhrimet e atit është dhe dhenja në shtëpinë e tij. Që masandaj ai i drejtë të ketë bollak të madh dhe të mos ketë lashe. Hapurazi. Janë 3 mësime që unë kam bërë në kanalin tonë të ministrisë së Zëri Mesias, dëgjoj në kohën tënde, do bekohesh. Ku flas për të gjitha këto detajes. Sot pastorët pretendojnë të marrin 10% nga një ligj që kanë anulluar, po abuzojnë nga ligji i atit dhe duan atë për të dhënën, ndërkohë ajo dhëna ishte dhënë në ligjin që ata nuk e duan sot ligjin atit. Përse po abuzojnë atë gjë? Ishte dhënë në Malakia, ishte dhënë në ligjin e përtërir, Malakia vetëm e përmbledh. Ishte dhënë në ligjin e tij në Levitit. Sakrifica, ja ku tash sakrifica të pabesëve. Të pabesët e dim që janë ata që kanë praktisur ligjin, sakrifica e tyre, do thotë, sakrifica e kohës, sakrifica e çdo gjë që mund të bësh ti dhe unë për mbretërinë, në qoftë se neve ecim në pabesi, nuk konsiderohet. Sakrifica të pabesëve është një neveri për Jahuen. Për t'i dhënë atit dhe unë po eci mirë me atin. Në qoftë se ne nuk ecim në urdhrimet e tij, ati nuk e pranon as të dhënën tonë, as lutjen tonë, se ta thot më vonë masandaj lutja e njerëzve të drejtë i pëlqen atij, kurse lutja të pabesëve në këtë rast nuk dëgjohet. Sepse Jahue i urri larg të pabesëve, por dëgjon lutjen e të drejtëve. Çfarë po thoshte Jakovi 5:16? Lutja e të drejtit ka fuqi. Lutja e të drejtit dëgjohet për të atit. Ati dëgjon lutjen e të drejtë, ata që ecin drejt, që zbatojnë urdhrimet, festat biblike të tija, jo kalendarin të Papa Gregorit, që sot kanë janar deri në dhjetor me gjitha festat pagane të njeriu. Ditëlindjet vëlla motër, me thjesht një koncept i hapur dhe i thjesht. Mesia nuk na la të praktikonim ditëlindjen e tij në atë të parë. Përse neve duhet të aventurohemi tani të lartësojmë veten tonë në një festë që ishte pagane, që vetëm 2 persona në Bibël kanë praktikuar ditëlindjen që përmendet nga Zanafilla deri te zbulesa. 2 persona ishin paganë, Herodi dhe në këtë rast Faraoni. Herodi ishte mbreti i Izraelit që ishte pagan atëre, që dërgoi për vrasjen e fëmijëve që ishin nën 2 vjeç, mori vesh që Mesia kishte lindur. Faraonin e dim, mbretin e Egjiptit. Këta 2 persona përmenden në Bibël për praktikën e ditëlindjes. Mesia vetë nuk na la që të praktikonim Krishtlindjen. Krishtlindja ka lindur nga katolikët, u dha në shekullin e 3 të 4, pasandaj dhe i shikon deklarimet që bën Eusebius, që ishte peshkopi i emprorit të Roma Konstantinit, që ishin një me besimin katolik të atërshëm, perandoria romake, dhe filluan masandaj duke bërë deklarimet, dekretet e tyre, dhe thoshte Eusebius vetë në 300 canë, pas Krishtit. Ne shikojmë që besimtarët janë të tërhequr nga
nga praktikat e paganëve, kështu që dhe neve do ta futim dhe caktuam që Krishtlindja është në datën 25. Mbreti Lavdisë ka lindur në festën e tabernakujve të kasolleve, ishte shtator-tetor, kur është festa e tij, prandaj lindi në festën e kasolleve. Ati ka bërë gjithçka dhe manifestoi dorën e tij të fuqishme në festat e tij. Prandaj na kërkon neve që të afrohemi në kohët e caktuara që janë festat e tij biblike, që të manifestojë dorën e tij në jetën tonë, në asamblejën e përgjithshme, siç do ndodhi që ai do ta bëjë çdo ardhje që peri për Mesian dhe ardhjen e dytë do ta bëjë në festat e caktuara të tij biblike. Përse kemi festën e burive? Buria do bjerë në atë ditë, në zemërimin e Atit. Përse kemi festën e tabernakujve? Se Mesia do qëndrojë me neve. Fjala tabernakuj do thotë që të qëndrosh, të banosh në 1000 vjeçarin me neve në mbretërinë e tij. Pasandaj kemi ditën e gjykimit të shlyerjes, një ditë që është që Ati na kërkon të përulim shpirtrat tonë, të në këtë rast të algjeron atë ditë për 24 orë nga perëndimi në perëndim, është sabat, që është sabat i lartë, është ditë pushimi, dhe përull shpirtrat tonë në këtë rast dhe kërkojmë Atit të na pastrojë akoma më thellë, na fali nga çdo mëkat që kemi bërë. Është dita e caktuar që ai ka vendosur të përjetshme. Dita që të vi, dita e gjykimit masandaj që do gjykojë botën. Dhe kemi masandaj mbas festës së ditës së gjykimit, festën e shlyerjes që quhet, dita e shlyerjes, kemi ditën e 8 të kuvendit madhështor. Është përjetësia. Kuvendi madhështor nga të gjithë botet përmbushet plotësisht ligji për të 30 që Ati merr të gjithë besimtarët që ecin në rrugën e drejtë të tij, kanë besuar tek Mesia dhe i mbledh në këtë rast nga të gjitha vendet që ka shpërndarë që t'i çojë në këtë rast në përjetësinë totale. Mbasi në këtë rast, mbas 1000 vjeçarit, Satani është kapur pasandaj, sepse u lëshua për një kohë të shkurtër, pasandaj kapet dhe gjykohet me të gjithë të pabesët, me profetin e rem, me antikrishtin, me engjëjt e në këtë Satanit, me demonët dhe hidhen në liçen e zjarrit, shkatërohen plotësisht, mbaron. Të drejtët gëzojnë mbretërinë e tij, shkëlqejnë në praninë e tij përgjithmonë. Megjithëse do filloj që në 1000 vjeçarin ata që janë pjesë brenda në qytetin e tij. Shpresoj që të kem punuar në zemrën tënde, vëlla motër. Prekëm shumë gjëra, prekëm shumë aspekte. Unë lutem Atit që të ketë qenë bekim në zemrën tënde. Vetë shikon vargun 33 në ekranin, thot, frika e Jahve është disiplina e urtësisë. Shikoj çfarë thot shkrimi. Frika e Jahve është disiplina e urtësisë. Dhe para lavdisë, asaj lavdije, vjen përulësia. Të jemi si fëmijë, të praktikojmë urdhrimet festat e Atit. Kjo është disiplina e urtësisë, që ne të praktikojmë urdhrimet e Atit, që të gëzojmë atë lavdi që po vjen me anë të përulësisë. Lavdi emrit të Tij. Orges pai për ju që më dëgjuat online, Adonai ju bekoftë, qoftë me ju, me familjet tuaja, shpërndaje, në shkruan në kanalin tonë për lavdi të Tij, deri atëre kur takohemi fizikisht apo mund të takosh në Shqipëri për lavdi të Atit. Shalom, shalom.